Përshëndetje të dashur miq, unë jam Zamiri. Pak kohë më parë, qeveria amerikane shpali vendosin e tarifave reciproke ndaj partnerëve tregtar. Kjo ka rrezikuar rritjen ekonomike globale dhe qëndrueshmërinë e zinxhirëve global të prodhimit e furnizimit. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, Kina po zhvillon një program të posaçëm për nxitjen e gjerit të konsumit për të ofruar një rast të ri për rritjen ekonomike globale. Ky program konsiderohet si një stabilizues për zinxhirin global të prodhimit dhe furnizimit dhe si një stimulues për ekonominë botërore. Programi përmban 8 veprime kryesore e 30 masa konkrete. Ato përfshin ngritjen e aftësisë së konsumit, përmirësimin e cilësisë së furnizimit, shtimin e dëshirës së konsumit, zgjidhjen e problemeve kryesore që kufizojnë konsumin ai të tjerë. Masat e Kinës për stimulimin e konsumit janë në të mirë të inovacionit institucional, të hapjes së bashkëpunimit dhe të përpalimit të goditjes së globalizimit. Ato ofrojnë një praktikë të re për menaxhimin global në fushën ekonomike. Të dashur miq, në vitin 2024, vëllimi i përgjithshëm i shitjes me pakisë të marrave të konsumit në Kinë arriti 44 trilion yuan. Kina ishte kështu treku i dytë më i madh i konsumit në mbar botën për 10 vjet me radhë. Ngritja e përqindjes së sektorit të konsumit ka sjellë mundësi për inovacionin teknologjik dhe rritjen globale. Programi i Kinës për nxitjen e konsumit jo vetëm mund ta orientojë tregun vendas të ndihmojë për rritjen ekonomike, por edhe të nxit ekonominë globale të ndryshojë nga cikli prodhim-eksport në kërkesë inovacion. Tarifat reciproke të Shteteve të Bashkuara kanë shkaktuar luhatje në zinxhirin global, ndërsa zgjerimi i vazhdueshëm i konsumit në tregun kinez ka krijuar një hapësirë qarkullimi strategjik për ndërmarrjet shumë kombëshe. Kompanitë gjermane të makinave po e përshpejtojnë vendosjen e linjave të prodhimit të automjeteve elektrike në Kinë për t'u përshtatur me kërkesat e konsumatorëve kinezë për produkte me energji të gjelbë dhe teknologji inteligjente. Eksportuesit e sojës nga Brazili dhe të burmetit nga Australia po favorizohen nga rritja e konsumit në Kinë. Me një marrëdhënie të tilla ofertë kërkesë, Kina po bëhet një element të kyç në çrrezikimin e tregtisë globale. Stimulimi i konsumit nga Kina luan një rol ndihmës edhe për qëndrueshmërinë financiare të botës. Disa analistë kanë vënë në dukje që Shtetet e Bashkuara e kanë keq përtorur ebërsinë e dollarit. Kjo ka shtuar vazhdimisht luhatjet e kursit këmbimit valutor në botë, duke goditur rënd vendet në zhvillim. Zgjerimi i tregut të konsumit në Kinë është në të mirë të stabilizimit të perspektivës së kërkesës globale. Kjo mund të nxjisë rritjen e eksportit të tregjeve të reja në Kinë e të krijojë një hapësirë për zbutjen e goditjeve të jashtme mbi vendet në zhvillim, duke paksuar rreziqet e luhatjeve të çrreguta të tregut ndërkombëtar të kapitalit. Përpara një gjendjeje në ndryshim të madh, Kina po i ofron botës projektin e vet praktik dhe largë pamës. Të dashur miq, nëse doni të dini më shumë për gjendjen ekonomike dhe masat stimuluese në Kinë, vazhdoni të ndiqni emisionet tona në studio e jeni.